Po diskutoj, vino. Përshëndetje. Ta mbusha. Kena histori të vjetra, rrafsh. Edhe po më thëshë për fanzonën. Është vërtet që projekti ka qenë shumë i bukur, po fliqim për emision që kena pas bë bashkë në digital. Por përveç se ka një 10 vjet, 2014, për botrore 2014-s, unë sa fillova në digital. Fakt bani ka insistuar shumë që unë të shkoja në digital me gazeta. Ma men atëre. Kishim dhe mjësi dhe insistoi shumë. Vuri vetëm se ishte si tip shefi programacioni, vetë tani. Jo vetëm, se vetëm e vendosë Shako. Po edhe gjithë çunat përgjithsisht. Ai kishte këtë idenë që ti themi këtyre po s'deshin këta, i them gjergj që s'dun këta. Këta donin kështu që. E bënim një emision që ishte fanzon. Shumë i bukur ishte për kohën sa atë rrjetet sociale nuk ishin si sot. Sa kishin filluar Instagrami këto. Si ishte fare më? S'ekziston rrjetet sociale, Instagrami u hap që 2014 ishte filtra dhe bëje foto me filtra. Po kjo ishte ideja që pse do të kishte Instagram. Nuk ishte këtu tani në Shqipëri të paktën nuk ishte popularitet. Jo më jepi filtr, një lloj filtri që ditë fotot që kishin ndryshe. Edhe postojnë që kishin ndryshe. Po ishte shumë si libër filozofie, po bie shi. Çam ka ndonjë. Po bënin status me çumë sa. Ai mbaroi. Edhe shumë mirë për botror bëm një projekt në fanzon që bëja unë me Elona Duron, një ishte Elona Bish. Pas botrorit thash ako ta vazhdojmë tha. Po, do vetë Elona do Villa Spiro. Mirë, dash vendosa të ti për çat dush. Pastaj ta nga një javë ta bëjmë gjë në javë. E lam fare pastaj se na ra. Nice. Përshëndetje Albano. Kënaqësi që të kena. Përshëndetje. Vini kishte më shumë kënaqësi se ka 2 javë që ti qom për ty. Do vi nesër, do vi pas nesër, do vi nesër pas nesër. Kënaqësi për vinin një herë. Është sinqert. Edhe unë do ju falenderoj juve se është një podcast shumë i veçantë që bëhet tu në Ether Hotel Resort edhe shumë në rooftop s'kisha bërë një podcast. Zakonisht janë ato podcaste mbyllura si pikot e komentit. Radio, në pikot e komentit, po klaustrofobike. Unë jam dashamirës edhe vdes për këtë vjen e detit, se mendoj që është gjë më perfekte që mund të ekzistojë në botë, horizonti qiell det. Edhe jam rritur që i vogël, kështu që komplimenta dhe juve keni zgjedhur këtë vend kaq bukur. Komplimenta dhe vini që e kanë ndërtuar këtë vend. Po pra, me gjak edhe me shumë komplimenta që e gjetë ti dhe komplimenta vinit që e kanë ndërtuar. Nivelet e larta të ftuarve. Do kanë. Duhet të visim në nivelet e larta. Pesën ma bëri për stadium në fakt. Për stadium aty ishte ditëlindjen e Temës aty. Më mirë që timen more. Të Temës pra kishte ditëlindjen e Temës tash për ty. Të vetën thot. Timen. Gjergj Lenam. Për ditëlindjen e mamas tënde pra, kishte Fita tate që pas atë ditë? Se ma i men. Po, 3 tetor. Edhe... Aha, 3 tetor. Edhe te tentativa e dytë, për ditën e bashortes, që e dyta kishte ditën e bashortes, po ky... Po mamaja që kishte ditë? Kur e ka ditën e mamaja? Kishte i gjë me mamin. Do vazhdina për ditën e time. Pra, kishte me mamin. Do të jepja një kafe për ditën e time. Do bëjmë që pas i gjë me mamin. Jo, thjesht do të jepja një kafe, një drek për me rastin e ditës time, se s'para... Tash me çfarë biznesi po merresh bano, përveç këtyre punëve të sportit që me pasionin tim, atë që kam studiuar nga 98 deri në vitin 2003, unë jam inxhinier ndërtimi, ti e di shumë mirë. Punova goxha vite me atë pasionin sapo mbarova shkollën, pata një shkëputje dhe për një 4-5 vitesh, 5 vite më saktë, jam rikthyer prap. Edhe ndjehem mirë te kjo fushë. Po nuk e ndaj dot, është si thuash një burri që ke edhe bashorte, po ke edhe një të dashur. Si nga ata burrat? Jo, po them si kuptimi figurativ që po duash më ta kalojmë. Ose jo, po them ndryshe. Po jo, mos është më bukur me të 2 gradë, po prap, më mirë kështu. Më mirë njëra dhe. Varet nga feja. Kështu që, shiko, njeriu është mirë që të bëj sa më shumë gjëra. Pëlqen biznes? Po, ku ti pëlqen? Jo, ka njerëz që nuk i pëlqen biznes. Ka njerëz që duan, madje 90% e njerëzve nuk duan të kenë sensin e sipërmarrjes. Është adrenalinë, shiko, edhe pak stres, ajo jeta kështu pa emocion. Riski është. Është. Sidomos tu tek ne. Jo, po varet. Unë mendoj që më shumë fiton po punove në 5 më në biznes. Në raport me stresin kohën. Si mendon? Që ata njerëz që punojnë në 5, më thonë se fitojnë më shumë, ne më shumë japim se marrim. Njerëzit që bëjnë biznes. Do të bëjnë jetë më të qetë. Të ngelesh tek humori, të ngelesh tek humori pronarit apo Jo, nuk më kuptove. Jo, nuk më kuptove. Biznesmeni më shumë jep se sa merr. Se është kjo tendenca që biznesmeni është një njerëz që fiton në dëm të tjerëve importuar nga atëherë nga lindja, po biznesmeni është një që jep, pra ti jep gjithkohën tënde gjithë ditën, gjithë anëgjën. Vini për shembull këto
Rifletuar të tavanet shumë mirë i ka bërë domethënë. Duhet të kishte marrë një profesion. biznes. Për kë profesion do flasim njëherë? Për biznesin e Sot, ndërtimit. ku do ta fokusojmë? Për këtë që unë dhe Gjergji merremi, se edhe ne Është shumë interesante që të ftuarit tanë në nxjerrin për disa anë të jetës tyre që për shembull unë nuk e dija, as nuk do ta bëja dot lidhjen që Albani Është inxhinier. është inxhinier ndërtimi Po, dhe që nga më afër me Po, të pjesat vërtet, se me- ndërtimtarisë atë. ja vini me qëse do Unë në mes të real estate. vini qëse do shtoj hotelin për shembull, mund të ketë nevojë për mua nesër pas nesër, kështu që por kam përshtypjen që është, domethënë kjo të mban gjallë, unë mendoj që sa më shumë objektiva të kesh apo vende ku do të shkosh, aq më gjallë jenë me jetën. Sepse duket sikur bie kështu si një gjumë, sikur, ore, gjithë i pëlqen ai pushimi, po kjo është adrenalin, kjo të mban në këmbë. Dhe kjo e ndan njeriu me ambicie nga Është shumë habitshme se ne nga viti 2000. Ja unë habitem për shembull Gjergji për shembull, kur ka pasur vetëm televizionin, apo jo? Po, vërtet. Domethënë vëre që ishte periudha më e madhe që ne kalojmë shumë në kafe. Gjithë ditën kaferim, atë do të thoya. Kaloni kohë mirë, kënaqeshim, batuta, po kaloi gjithë paraditën e kalonim në kafe. Sepse gjithë paraditën, kishte ditë që kishim dhe në punë të zënë, kupton, edhe S'kishim as punë përveç punës. s'kishim as punë përveç punës. Ose mbrëmjet për shembull që kalonim, ti kaloje gjithë ditën me emisione dhe darkave për shembull dhe kaloje deri në 4 mëngjesit, ti do filloje prapë me europiane me botror të nesme, ne ishim për shembull nëpër. Unë mendoj që gazetaria është si puna futbollistit. Pra, menimim, vjen një moment që ti jep më të mirën tënde dhe pastaj sepse është e pamundur që ti që në moshën 25 vjeç që fillon, deri 60-70 ti je 24 orë në top. Edhe pranë financiare, se në Shqipëri gazetarët paguhen pak. Dhe ti do ndonjëherë i detyruar të bësh edhe ca gjëra tjera. Por ne kemi punuar një 10 vjeçar të mirë që Ishte edhe periudha të mira. Periudha të mira shumë. Digital 2014-2020 ka qenë mendoj që on top. Merrnim shumë para për kohën, bënim shumë udhime, bënim shumë emisione. Ishim të më të mira të burr. Mirë, kemi qenë të llastuar në kuptimin të vetë llastuar sepse shikonin dhe ku ishim edhe ku ishin kolegët. A kupton? Kjo është diçka që nuk mendoj se keni qenë të llastuar, po është çështje këndvështrimi i brezave për shembull, se ju mund quhetni që keni qenë me fat që keni punuar te digjitali. Edhe digjitali me fat që na ka pasur. Kanë qenë më avangard, patjetër, po hajde flit tani me brezin e ri edhe se si të flasim pa pasur asnjë ditë punë edhe se si e quajnë ata veten që duhet jeni kurse juve në atë kohë keni qenë vërtet në vendin e duhur me personat e duhur dhe ore ndodh me një gjendërtimi sa ka dalë nga bankat e shkollës. Dy un kam eksperiencë, un kam dalë vetë nga bankat e shkollës. Dhe mua me thënë thonjza pllakaxhiu, ai që shtonte pllaka më bonte 800, se nuk kisha, është tjetër botë të dalësh nga bankat, e tjetër botë të dalësh dhe ti të merresh me njerëzit nuk e din, por në Europianin 2016-s, që për mua i ka qenë kulmi i punës sonë, pastaj gjërat filluan duke rënë pak, ishte ulën ngriti, pa ishte kulmi. Kulmi edhe filloi rënja. Kulmi aty filloi rënja, ne sidomos një vit përpara, pra nga 2014 deri 2016, siç edhe Shqipëria shkoi shumë mirë me ato eliminatorë dhe ne në digital bëmi punë fantastike. Ma me udhime, gjona, emisione speciale, kamera, vishu, çvishu, shkoktej, domethënë shko andej. Në Europian pastaj kena bërë një punë të llaktarshme, fillonin punën në orën 9 mëngjesit deri 1 natës, bëshim 4 emisione, Albani bota emisionin, unë kam qenë redaktori i emisionit tat në atë periudhë, po dhe vija kur lutë kombëtarja. Isha dhe i ftuar. Bënim kronika. Kuqezis, jo të Europianit, se thashë të Europianit. Po të Europianit, ku të Europianit ales. Ndihesha mirë me Gjergji, Gjergji shkruan, po them, s'di njeri të shkruaj si Gjergji, jo se nuk ja them për t'i bëj qefin se po jo më po është shumë i veçantë, mua m'pëlqen. Nuk ka rëndësi, po ta lexosh ti Gjergjit, unë prapë dalloj që është dorë e Gjergjit. Është i vetmi që ja dalloj dorën. Edhe pëlqente shumë. Edhe ca ide që më jepte, edhe kishim një i përgatitshë emisionin, no? Ishte bërë një binom shumë interesant. Ai se na kishin edhe zili, mbaj mend një histori që shkuam në plazh, ne shtruam punën, i bëm të gjitha, edhe ishte kështu ditë para të shtatorit, ishin të nxehta dhe ne kishim si thua datat shkum dërmi 7 edhe 10 shtator. Ne i mbaruam gjitha ikëm dërmi, po kjo tholle çik xhelozi nga ana tjetër pse ikëm neve. Por e kemi bërë, kemi mbaruar gjitha, çfarë problemi ka? Shako ishte shumë posesiv si drejtues, shumë. Ishte edhe, unë them që ishte edhe pak frikacak në punë. Frika për të mos u humbur dikë, të bën më auto. Nuk besoj. Ajo ishte posesiv si natyrë. Po se donte informacion për çdo gjë. Ti për shembull ishe në shtëpi, po pa televizor, të merrte, çfarë bëm?
po shoh televizor. Pse po shoh televizor? Po çfarë do të? Unë mendoj që frika për ta mos ta humbur grupin, ndonjëherë bën më posesiv se ç'duhet, dhe kurioziteti dhe bënte mbledhje për I thoja, ne bëjmë mbledhje për të mbledhje. Takosh mbledhje në 9 për shkak, thonë në 8. Edhe kishim emision të shtunën. Thoshte lëm mbledhjen të njëjtën për shtunën, po ne nuk mund të bëjmë mbledhje për të lënë një mbledhje. Ne meqense jemi në mbledhje do të diskutojmë gjonat. Pastaj, unë me Banin ishim si Messi me Ronaldo për shembull, gazetari. Tani çfarë nevoje, çfarë do na thoshte ne trajneri gjatë, çfarë do na thoshte ne Shaku? Shaku dinte smerte vesh nga ato që bënim ne. Kishte të tjera prirje. Një ide mund ta japi. Po një ide, po kishte prirje menaxherale, po nuk futej dot, si më thën. Dhe I bëm gjërat një, ka qenë ndeshja, po morën telefon, burro ku jeni? E dinte që ishim në dërmi. Edhe merrte Kastile, do lëm mbledhje si do bëj tani në dërmi. Ndërmi mbledhje. Do të bëj mbledhje në dërmi tani. Aty u hap Ferri Dantes. Aty u hap Ferri Dantes. Mirë, kthehemi te sporti. Aban, tash ke qenë Serbi, keni dalë, keni bërë gjithë ato të tjera, hym pak në një thellë se ne kemi ndar në disa këndvështrime. Do flasim pak për Ray Manajn, autorin e golit, sepse unë kam quajtur Neymar style, kuqezi pra, domethënë është një në miniatur një Neymar. Ishte talent, Marles mund të quhet me talent tani, por shumë I madh. Ka provuar të veshë fanen e Barcelonës, Interit, tatuazhet, flokët, karriera, uljet, ngritje shumë. Para 2 ditësh më doli një foto. Ishte në nxemje me Messin tek Barcelona, dhe çfarë fat I madh thash. Është, domethënë, Manaj, për mendimin tim, ka pas mundësi për të bërë lojtar edhe më I madh. Po kam përshtypjen për Manaj, po them. Po, Manaj, po. Ka pas mundësi të bëjë lojtar edhe më I madh. Po, Mancini kur e ka pas te dritë Interit çmendëm. Nga ato pritshmëri që dukej, po themi që ishte te Cremonese, luajti te Cremonese një periudhë, formuazimi, kishte Mancini kur thotë Gjergji si ai edhe ato mundësitë e para që të aktivizoj. Po kam përshtypjen ndonjëherë këta lojtarë të rinj dhe janë të rrallë ata që shkojnë bëjnë lojtarë të mëdhenj. Njëta gjë kam dhe frikë me Lamin Yamalin momentalisht që do I mbushet mendja shumë shpejt që është më I miri dhe aty tak dhe kur stopojnë ata, stopojnë dhe nuk ngrenin dot kokë. Dhe Manaj pati këtë problemi që ndoshta mendoj që arriti shumë shpejt, edhe sikur stopoi pak. Edhe këtë tregon fakti I mos funksionimit të tyre eksperiencave që pati në Itali, dhe pastaj le ta themi kur I erdhën mend në Turqi, pati atë shpërthimi nuk është pak, dalë shkolla shumë si tret më I mirë në Turqi. Gjithë thonë, ama më kampionati turk. Po, kampionati turk shkon luan Dzeko, kampionati turk shkon luan Icardi. Po. Kampionati turk shkon luan Osimhen. Nuk është aq I thjesht kampionati turk. Skuadrat turke sot janë luajnë Champions League. Galatasaray luan Champions League. Më në çështje stili, çështje jete. Edhe mendoj që po kishte patur pizza. Po. O qefi bëje më, po problemi është do të ka qef kur je sportist. Nuk ka kur je 23 vjeç nuk do të bëhet për qef. Messi për shembull, po e vjen një mënyrë se si e ekspozonte qefin. Kur shkoi mbi të 30-tat, kur I mori topatar, si gjërat, çoku nxjerrte një foto me Suarezin që kishin qenë ke pinë I gjë. Ndoshta bënte edhe përpara këtë lloj gjëje, por nuk e ekspozonte fare. Unë nuk jam kundër kësaj, më jo. Nuk jam, ai po I shumë I vogël, Manë shumë I vogël. Puro, Ibiza, Jet, po kështu talent, potenciali pa. Talent absolutisht, potencial, prandaj them. Sot do të kishte 11 gola, sot do të kishte, nuk e di, 25 gola. Ku? Manaj. Se ka qenë kontrak e shumë? Jo, them unë. 11 ka, ju studioj që 11, jo mendoja më pak. 11 shkoi pra me këtë. 11 shkoi me këtë. Okej. Barazoi Vaksin dhe Sali. Okej. Tani ka Sadikun përpara. Okej. Bogdani është 18. Do ta kaloj. Edhe themi herë Bogdanit, ashtu duket, po edhe Sadiku duket do ta kalonte, po. Ngeci. Apo flokët Sadik. Problemi është që po. Problemi. Se ata që se dinë si ka këto flokët tua apo jo? Aso. Ama Sali te ka. S'ke qenë dashkë. Edhe I them herë Bogdanit, imagjinoj them ke bërë 2 vjet pushim me Brigelin, që ngeli jashtë, nga korat më të ardha të kombëtares tonë, ku ishte sulmues pafund, prap ka 18 gola dhe ka një 13-14 vjet që vazhdon të jetë I pari. Imagjinoj thash ç'a po bëhet thash. Me Mana historia ka qenë takimi im I parë në vllazërorën Kosovë-Shqipërinë. Po bashkë kemi qenë në Prishtinë. Kemi qenë bashkë, po. Gjithë digital. Në 18 nëntor 2015, 12 Edhe ky sa futet topi I parë që prek gol. Me kokë. Me krosin bub gol. Domethënë debutim ëndrësh. Ke lindur me këmishë, domethënë. Ti je ai I sjell nga Zoti që ti do bëhesh lojtari më I madh. Dhe një batut, okay, mund të themi që ishte akoma I papjekur, por ka ngelur në mendje. Nuk e vlerësoi golin e tij aty në fushë, nuk doli në intervistë, nuk desha ditë në intervistë. Që është goli ëndër, ti do të dalësh, ajo është gjë më e bukur që ke. Budallamo? Dhe Ledio. Edhe thot ky ishte gol kot tha. Unë do bëj 100 gola me kombëtare.
batut nuk e harroj kur aty në fush. Qingolan që kështu shumë, por e vlerësova se domethënë ambicia që kishte tjera. Rezultoi që kur është çfarë viti është bërë vllazëroria? 2015. Kemi 10 vjet. Tani i bie 1 gol për vit ka bërë. Po do rrojnë 100 vjet ai. Kështu që potenciali ka pas shumë të madh. Problemi është rezultatet mbrapa nuk kanë sjell. Ka qenë një periudhë goxha e vështirë ku komunikoja para kampionatit evropian, ku ai ishte mirë në kampionatin turk, edhe kishte këtë vëmendjen. Problemi e mori kombëtar me dhunë. Do të thënë, neshën e parë luajti me Italinë, pastaj luajti dy të tjera. Gjithë eliminatorët s'ka luajtur Mane. Garti ke pas Shqipëri, Broj ishte dëmtuar. Mane nuk e merrte fare mo, nuk e merrte për çështje zgjedhje. Broj ka qenë i dëmtuar. Edhe Mane ka qenë me i dëmtuar. Edhe Mane ka. Lore tani Mane pas janarit u morën konsiderat. Po. Kur Garti ke pas Shqipëri Poloni 2-0, s'ka qenë asnjëri Mane kishte 4 vjet që kishte humb nga Mua prandaj merri keq pak për Cikalleshin sepse mori mbi supe, çiko, për një skuadër si Shqipëria, shkuarja në Europian është një lloj shpërblimi për këta që e sollën. Po thon gjitha këto si e shohin, si shpëtimtar apo si rrezik? Për kë? Për Mane, gjysmë fush. Jo, më Mane shoqë që kemi, më nuk po them unë. Problemi është unë jam, domethënë, bëre 30, se s'bëre 31. Manaj ka pas, unë mendoj që ka pasur dhe vazhdon të ketë akoma potencial për të bërë një super sulmues. Nuk jam shumë dakord me këtë zgjedhje që ka bërë se ndonjëherë shohin dhe llogarit, ndikohen nga menaxherët që shkon të luajnë Dubai, në Emirat e Bashkuara Arabe. E provojmë Barcelona, Inter nuk. Dakord pra, po ke mundësi për qendruar në Turqi, se ofertat i kishte edhe në Turqi. Ai Manaj për mua kur shkoj kur shkon për të marrë parat i bie që e ke mbyll me futbollin. Kur shkoj te 45-ta, se ti kur je në aksione sipër, nuk shef ç'a bëjnë majtas djathtas. Qoftë shokët e tu, sa para ecin shokët e tu dhe ti ngel ta i veni jot, ndërkohë që ti mund të kesh qenë, si ta shpjegoj, se që ka qenë klasë në tetë për shkak ka qenë 30-ta më i mirë janë tek këtej, dhe pastaj fillon ajo ty mund vetëm qef shokët e tu ecin ti ngel mbrapa. Mana është fit ky rasti. Mana kur shkoi te 42, unë kam thonë sy, kam aq marrëdhënie me të gjithë ata them. Mana kur shkoi te 40-45, dhe ta kthej kokën mbrapa, dhe ta shohë ku ka qenë ai 17 vjeç. Dhe ku ka qenë o zoti i modër Vin Bulku 17 vjeç, 27, 28 për shembull. Kur shohë ka qenë Bulku 17 vjeç, që Bulku mezi i binte topit. S'dinte të binte topit. Dhe kur shohë pastaj karrierën që ka bërë njëri, bie fjalë, do thotë ç'a kam bërë unë. Mana duhet ishte lojtar i kampionatit anglez për Premier Ligës, për potencialin që ka. Po, jeta që bën, mendësia që ke, mentaliteti që ke, qefet që bën, gjitha këto ndikojnë. Për ne është e rëndësishme që ai ishte një gol të madh. Shumë. Do ngelet ai goli. A më qenë se jemi këtu te goli, kemi ideuar një pjesë për ky quhet Brezi Arts, Goal Generation që i themi ne për kombëtarën ton. Dhe në futboll krahasimet janë gjithmonë të bukura dhe ne kemi pas në fakt 3 breza të artë lojtarësh. Kemi pas një në fillim viteve 80, ata shkon tek dolën të 8-të kampionatit evropian, që janë të shkuar në kampionat botror. Kishim ata të viteve 2000 me Brigelin, kemi edhe këtë. Kush mendon që është brezi më i mirë nga këta? Këto krahasime nuk është se jo se më pëlqejnë, po shike vështirë me bë parashikime. Korat ndryshme, kushtet të ndryshme, shohësh sot kombëtaren me kushtet që ka është 5 yje all inclusive, nëse mund ta themi kështu me që se jemi këtu në resort ether. Atëherë i kemi parë gjithë ato problematikat që kanë pas. 2000-shin. Po pse më kanë pas lojtarë shumë të mirë në vitin 2000? Jo, nuk po them që janë mirë, po them për kushtet. Po në vitet 80 ne pse? Deri ku, po jo, e kam fjalën që normalisht rezultati predominon mbi gjithçka tjetër. Po pse ne kemi dalë kampionat evropian të tetë. Relative janë gjërat, se dhe kushtet e skuadrave të tjera ja më ka qenë më të mirë se ne patjetër, po s'kan qenë këto që kanë tani. Po ja unë them për shembull një detaj shumë interesant. Ne kemi pasur ekip kombëtar 82-shin, 83-shin, 84. Fituam me Belgjikën, brazuam me Polonin. Që dhe sot po ja rritet këto rezultate, për ne është ender i madh apo jo. Bim dakord. Po mund e Belgjikën dhe po brazove me Polonin, edhe sot e kësaj dite është ender i madh me mund Belgjikën. Dhe atëherë Europa kishte vetëm 30 shtete. Lojtarët vinin nga kampionatet e tyre. Dhe unë mendoj që nga pikpamja e cilësisë bio, futbollistët e atyre viteve janë më të mirë se sot. Se të krahasohesh nivelin e kampionatit shqiptar dhe kushteve në Shqipëri me belgët dhe polakët, që ishin dritë larg dhe ti që luanin Champions League. Sul Demollari, Mirel Josa, Agustin Kola. Atëherë fitoret e kombëtarëve tonë ishin me pikatore. Pra, ne kemi bërë dhe po fitoret e kombëtarëve tonë janë me pikatore sepse Europa ishte me 30 shtete,
s'kishte ish Bashkim Sovjetik. Dakor. Dhe ti kishe në grup Angli, Poloni, Suedi. Dakor, po ti ne sot po flasim për realitet që ti shkon barazon Ku? me skuadra si Kroacia që ka dalë 2-3 në 2 botërorët e fundit. Ti shkon Ti fiton me barazon me Serbinë. Kroacin. Ja këtu më rri. Ti shkon fiton me Këtu Ukrainën. më rri këtu. Në vitet shkon 80. fiton me Çekin, Ja ta fiton me them unë. Poloninë. Ja ta them unë. Në vitet 80 Kroacia dhe Serbia ishin brenda një skuadre të madhe që quhej Jugosllavi. Po. Sa shanse kishe ti ta luaje këtë ndeshjen që luajte përpara 2 javësh, me gjithë respektin që kanë për këtë ndeshje shumë madh në Leskobas, ta luaje në Zagreb ose në Beograd në vitin 1989 dhe shpresoi të fitoje kundër Prosinečki, Boban, Jugovic, Savicevic, Mihajlovic me shok. Sa shanse kishe? Jo më, Po sokor kushta e ka bë golin Beograd, e ka eliminuar Partizani Beogradit. Shiko, si grup do zgjidha këto grupin tani. Si individ pastaj mendoj që ka pas goxha individ. Por individi ka qenë më mirë 2000. Ato viteve 80 për shembull, un jam ata kemi pas idhuj. Sokol Kushta për shembull ka qenë një nga idhujt e mi. Idhujt e mi. Sulde Mollarin e kam pas lagje, shikoja si perëndi. Un kam pas një lagje që kam pas Ledio Panon përballë. Edhe Panajotin. Ndjes pas. Kanë qenë përballë. Ka pas pak më majtas kam pas Shpëtim Duron, që luante tek Partizani. Tek pallati im shkalla tjetër ka qenë mbrojtësi majt Niko Frashri. Sa duhet ta Niko Frashri ka qenë mbrojtësi majt I skuadrës Partizanit. Sulde Mollari Dinamo sa ishin gjithë Partizanit të tregta. Sulde Mollari ishte një pallat më. Ora këta shkuan te Çetorop me trin, me 21 Edhe ne vjeçar. kur kalonim në rrugë dhe kur shikoja atë sportistin me atë çantën e hedhur këtu shkonte stërvite. Wow, domethënë sot ti mund të kaloj në rrugë dikush për shembull. Tedi Cara. Për shembull, Tedi Cara. Jo. Tedi. Ka qenë kombëtarës, më Ledio de Mollari ka qenë kombëtarës. Gjithmonë to në retro shifen shumë me nostalgji të madhe. Ndoshta mbase kanë dhe fëmijët sot kur shohin, po shohin Brojën për shembull. Nuk mendoj, bombardohen me shumë, ne s'kishim atëherë. Ne sot janë të bombarduar. Sot ka shumë imazhe, me shumë. Ka shumë konsum. Të ti rrihesh shikon Instagram, shi çfarë bën etj, dhe nuk ndoshta s'ta jep atë përshtypjen. Por që individualisht, normalisht në një Sulde Mollari sot, Çuna vitet të një Sulde Mollari sot në na bënte punë. Pse nuk është Kristian Aslani? Një më I kompletuar. Më I kompletuar Sule. Suleman Deollai, si një gjuajtje, standarde nuk po them që s'është Aslani. Lorik Cana do na bënte punë. Loriku, për atë që transmetonte jo vetëm nga fusha, por që nxirrte fjalën nga goja, është I pazëvendësueshëm sot. Kapiten. I pazëvendësueshëm. Për kapiten. Sot. Igli do na bënte sulm për mënyrën se si mbron në sulm. Se broja, këta hoxha... Igli, unë e kam pasur, diskutoja me kolegët në atë kohë, kur luante fillimi I viteve 2000, Igli Tare ishte lojtar që I thosha, ore, pse nuk shënon Igli Tare shumë gole? Po Igli, nga ta që ishin specialista futbolli, që e kuptonin me futbollin, bënde një punë të jashtëzakonshme, sidomos, I thoshin, torë me kokë. Pa topi gjatë se ne kështu I kishim mënyrë. Po Giroja, Franca fitoi tip Giroja, bravo. Franca fitoi kupën e botës dhe Giroja nuk gjuajti asnjëherë poshtë. Gjuajti asnjëherë poshtë. Që sulmos, nuk I gjuajti asnjëherë poshtë. Po nuk I gjuajti portën, mo ti thua gol. Domethënë të riqte me vete, ishte kështu është loja thoshte. Dhe ai e qante atë pjesë, e bënte mënyrë për kryer. Pavarësisht se dikush do thoshte që ky do të bëj gol asaj sulmos. Jo, ai pjesën e vete kishte kështu nota 10. Se audienca priret të shohë gjithmonë, kërkoj atë. Mirë, rikthehemi tek e përgjithshme se shkojmë shumë tek veçanta. Vino, Shqipëria dua një opinion tëndin për këtë, sepse sidomos në këto 2-3 vitet e fundit, biznesi I biletave të ekipit kombëtar është bërë shumë I rëndësishëm për Federatën Shqiptare të Futbollit. Janë fituar afro 10 milionë euro gjithë këto 3 vite nga shitja E biletave, pra, sepse dhe pyetja është edhe si një tifoz pak më periferik, pra, që kur vjen kombëtari ai I gatshëm ti shpenzosh këto para se sportdarsi ka gjithmonë të drejtën të kërkojë federatës ulje çmimi, sepse mendon që federata ka detyrim të kënaqë faktin që ti je të sportdarshës. Çmimet e biletave, mendon që kjo skuadër I nxjerr vet duke fituar apo gjithmonë është kënaqësi të shkosh dhe shohësh ekipin kombëtar? Mendoj që është kjo e dyta, me të cilën dhe pastaj luhet ose abuzohet, nëse ne do ta quajmë abuzim. A janë shtrenjtë me ndeshjes? Po për mua si periferik shtrenjtë janë dhe për nivelin e jetesës. 150 tribuna përballë, 90 asore. Abuzohet me sentimentin, me ndjenjen jo timen, të sportdarsit. Dhe duke qenë monopol kjo puna e biletave, nuk ka... Në qoftë se nuk ekziston fryma, strategjia e caktuar që duhet mbaj një nivel të caktuar biletash, s'ka pse të kufizohesh, ti t'japësh çmime të lira, ti të kënaqësh sportdarsin. Ti mund t'japësh çmime edhe më të larta se sa kaq, ato prapë do shiten. Mendoj unë, sepse është kjo fryma që them, sentimenti për kombëtarin për të gjitha, që do të çojnë drejt
Sado shtrenjtë të jenë, aq pak sa është numri kufizuar raport me popullsinë. Është. Unë mendoj që Dukës, të diskutoj pak më bani, se fund ditës Duka e vendosshme të biletave apo jo. Nuk besoj që aty komitet ka njëri që propozon dhe ky vendos apo jo. Parimi, Pano për shembull Xhixha mendon që mund të ketë në gjë dorë në komitet. Merret duket konkretisht. Ajo dihet kush çmimi. Po e vendos ai çmimin, po pse kush e vendos? Presidenti me çmimin tani, lutem. Pa presidenti mund të shkojë si propozim, kemi menduar këtë. Kush t'ia bëj këtë propozim? Po tani nuk e di si funksionon. Se na të klani këtu jemi në podcast. Mund të jetë kështu për shembull, po t'jap shembullin e hotelerisë. Dhoma të ndryshme kanë çmime të ndryshme, po ti nisesh nga një çmim dysheme dhe një çmim tavan dhe pastaj luan. Dakor, i vendos. Ti i vendos kokën tënde apo ke menaxherin për shembull, nëse ke. Jo, e vendos administrata. Po pra. Dhe koka e vendos. Çmimin tavan dhe dysheme. Kush e vendos çmimin të hotelit, administrata? Administratori, këtu e kisha. Qeti? Po. Po pra. Po kështu mendoj që ndodh, nuk duhet kufizohesh tek ku. Kështu mendoj që ndodh kudo. Mos të kalojmë nga kjo se kjo është një gjë e parëndësishme. Pra ti vendos dyshemen tavanin dhe pastaj lëviz ajo bileta kanë qenë stafi menaxherial. Pjesë shumë e ndjeshme tek publiku, por kam përshtypjen asnjëri si pëlqen. Në një muhabet, në një diskutim që kisha me dikë, tha që mora bileta te aplikimi i parë që bë për Kupën e Botës, për një ndeshje në Meksik, kishte bler bileta me $80 dhe në Amerikë sot po të kërkoje ishin $1030. E njëjta biletë që kushtonte 80. Amerika ka këtë sistemin e ka si bursë, sistemin e biletave, kërkesë ofertë, edhe ajo rritet çmimi, domethënë, kategoria parë e finales për Kupën e Botës, e di sa është çmimi? 40.000, 30.000. Jo, 40.000. Po do shkoj. Mbase. Do shkoj. FIFA ka me $6.500. FIFA. Kurse më e lira është 2.300. Tani e di pse ne 2.300 me gjatë. Ndërkohë që në Europian finalja ishte 2.000 më shtrenjta dhe shkonte diku ke 600-700. E di pse ne bëjmë të debatin e biletave, sepse gjithë gjë në gjithë gjë e menaxhon një institucion, po themi shtetëror, pra një organizatë jo vetëm pruse. Se nëse biletat do ishin treg, bursë, pra nëse stadiumi do i merrte me kontrat. Treg do ishin më shtrenjtë. Treg do ishin më shtrenjtë. Dhe pyetja që kam unë këtu në këtë histori është kjo gjë. Dakor. Edhe unë jam për një përgjegjësi, për një teori, për një propagandë sociale, ku të gjithë të kenë mundësi të shkojnë dhe të shohin një herë kombëtarin e tyre. Dhe të vëmë ato stenda siç bjeshin dikur për biletat e koncerteve të Metalikave, dhe njerëzit të rinë me tenda dhe të presin 4 ditë kur hapet stenda, apo jo, dhe kush ka ndetur aty para një jave ta marrë, se praktikisht këtë gjë bëjmë online me short. Por pyetja është këtu. Duke qenë se sot ndeshjet jepen televizor, jepen në përsheshen, ti ndeshje mund ta shohësh kudo. A mos ndoshta stadiumi është kthyer vendit pasurve? Pra, është si në Amerikë, që shohësh ndeshje NBA, do të ishi pasur, nuk do të ish më i varfër. Pra stadiumet dikur ishin pronë të varfërve, futeshin njerëzit nga shkallët, nga hekrat, këto gjërat. Dhe Duka mendon dhe thotë që unë kam vetëm 4 ndeshje në vit. Shqyr që kam këtë momentin e mirë. Do mor 1.5 milion euro, kaq do mor nga ndeshja që do të investoj prapë për ekipin kombëtar. Tori kisha ti do shkojnë. Tani këtu duan të janë 3 milion veta. Pse mos kënaq këta 20.000 veta që kanë ca lek dhe ti lek të atyre ta shohin në shtëpi? Këtë pra po themi. A është e drejtë? Gjë. Po, nëse është biznes, është e drejtë. Është logjike e drejtë. A është biznes? El Clasicon, do ta shohë gjithë Madridi? Po. Patjetër. Që luhet në Bernabeu? Po, do t'jap kundërshtimin, është klub privat. Një sekond. Sa ishte bileta për Shqipëri-Itali, zyrtare? Ata kanë kampionat botror. A është më e madhe Shqipëri-Itali apo Shqipëri-Angli? Zyrtari ishte 800 me shtrenjta. Me lira. Me lira ka qenë 60. 25. Këndet anësore në Dortmund bravo. 25 ka qenë? Po, 25. Ja 45. 25 ka qenë në 2016. E kuptoj këtë. Unë ato që fitova do dalë timane sociale, po. Po pyes, është privat, është privat, pra është privat. Është kështu tani në letra ashtu është, më patjetër është. Po pyes, po është publike vërtet? Federata Shqiptare. Ka kërkesë lart. Për shembull VIP-in e kishte lirë. VIP-in, ultra VIP-in, që janë 200 vene. Ne kemi edhe problemi që të gjithë do të shkojnë në tribunë. Po s'kemi as tribunë. Po jo, ai ultra zotri përballë është më bukur se tribuna. Ai ultra VIP, është më bukur se tribuna më. Imat edhe vini, njërën vit që duan në stadium, duan të rinë aty te lozha jonë digital bita. Atë kemi pas ne, e doni dhe autobusin, mos teste kështu, po. Që gjithë edhe një parë. Ne kemi edhe një problem, që ai ultra VIP ka 200 vene, dhe unë habitem që ka bë 500 euro. Aty për Shqipëria do vëja 3.000 euro, 4.000 euro, 5.000 euro. Se do kesh gjithmonë 200 veta. Po këtë prapë them që ti paguajnë këto lekët. E çon sa duhet çmimin, sepse edhe unë për te jam. Ati që ka para, meri sa më shumë. Ati që s'ka, që edhe këtë cepi, bëhe... Atëherë temi që është biznes, nëse është biznes... Jo, dikush është problemi, Ini. Problemi është që këtu, nëse edhe kjo që shqitën tregëzi, pra dikush është me i shkatët shkoni merë, ato që janë nga 25 euro, 30 euro,
dhe ty t'i shet 80. Edhe ajo në një farë mënyrë biznesi është. Në ndeshje me Çekin apo ndeshje me Ukrainën që ne luajtëm këtu në Nations League. Kishte shumë njerëz donin të ishin. Nuk tregoshin të zgjuar ti merri një muaj përpara, kishte bileta plot. Ne kujtojmë më në fundit, mua mbie telefoni që unë s'kam asnjë lidhje me biletat. Unë kam vetëm akreditimin e televizionit tim që futem edhe për të ftuarit. Unë s'kam bileta. Ndoshta njerëzit e kujtojnë hajtë se ky me këtë merret edhe mund ta gjej, por nuk ka mundësi. Edhe problemi është që më kërkojnë bileta, s'mundem t'i gjej. Një muaj përpara kur ka dalë online, ti ke pas mundësi plot për t'i bler. Nuk i blej. Ne kujtojmë gjithmonë momentin e fundit. Duka bënte këtë llogarimë që këtë gjysma e këtyre biletave që këta njerëz që do kenë fat t'i blejnë, do tentojnë të rishesin, se shumë të ndusë, është lek shumë i madh. Thot, pse mos t'i marrun këto para, pse mos t'i marrë federata këto para pa. Do thënë, okay, prandaj ai sistemi s'para funksionon. Ta dhe shaur me çunat kur ishte kampionati evropian, ishte ndeshja Shqipëri-Zvicër. Dhe aplikuam neve për Shqipëri-Zvicër, Shqipëri-Francë vishin bileta shumë, atëherë vishin shumë me zarf, kanalët digital nga UEFA, nuk vishin online. Pastaj u bëi aplikacionin, ne vishim me zarf bileta kështu bukur. Edhe kishte 4-1, bam bum, xhap morën një 12 në Shqipëri. Francë, atëherë kush merrte vesh pak nga interneti, kishim i çunë nea ne që na aplikonte, ishte më, tani marrin vesh gjithë. Në herë të neve bileta ishte 25 euro. Shqipëri-Zvicër ansore, unë i shita 2 se me na 1500 euro të dyja, i morën 2 kosovar. Një miku im donte për një kosovar 2 ditë para ndeshjes 750. Ne ishim në Shqipëri, nuk shkoja dot atje, domethënë. Prindrit ikën te Shqipëri-Francë, edhe që aty dhe 25 euro dhe i thoya këtyre çunave që të gjithë kishin, kishin marrë sa bileta, kishin shitë kështu. Po të shkosh te tribuna ku janë shqiptarët, tribuna ansore, nëse do shohësh emrin atyre që është ishim emër mirë bilet, po shohësh emrin atyre në bilet, nuk do jetë asnjëri. Jo, po të kishte vënë, jo, vra kështu, po të kishte vënë kusht UEFA ditën e ndeshjes. Që do hyjë, që ai dije që do hyjë vetëm ata që kështu, tribunat ishte bosh. Kjo në bileta është e bukur. Siç e bëri Serbia, me emër Shqipëri, Itali, në Serbi kështu ishte. Në Europianin e kaluar. Po, edhe vini për shembull, e bëri një biznes me biletat në Europian. Po, bëm diçka. Ishte edhe njëri tregtoron një shumë. 4 bileta kisha vini. Me Italinë më ran kategoria parë, 200 euro copa. Unë kisha fat në fillestarit. Ky sa aplikonte i binte. E di kush ishte pjesa më e bukur, kam pa një çun që ishte të opsionin dhe tha vajta te një koncert e Adriano Celentano, se këtu mbyllet diskutimi i biletave me këtë që do të them. Edhe kisha bërë biletën ja 50 euro, 100 euro, kisha bërë më që një muaj, 8 muaj përpara. Te dera e koncertit ishte njëri ishte amplak, dhe thoshte ofroj thoshte 20.000 euro për një biletë të Adriano Celentano. Shikoja biletën thoshte, shikoja të personin, shikoja edhe vetal. Shikoja biletën edhe personin. Pastaj thash, çfarë do bëj 20.000 euro kaq i varfër sa jam unë futur shif koncertin. Kështu që tash ky biznesi i biletave nuk do bërej asnjëherë apo jo. Si mendon mbas ndeshjes që patëm me Serbinë për në botror? Duhet jemi me këmbë në tokë apo bëjmë kaligjë gati? Kjo ishte ndeshja që ne interpretuam le të themi më mirë nga të gjitha, edhe për shkak të nivelit që pati kundërshtari apo situatës që po kalonte, se nuk po kalonte një situatë shumë të mirë. Po them që dhe pritshmëritë tona ishin deri para kësaj isha shumë skeptik sepse 2 ndeshje me Letoninë, njëra pas tjetrës, qershor dhe shtator, më kishin zgënjur. U futet ky Gibraltari, kjo miqësorja që në herë të miqësorë duhet të jenë që t'japin një dorë. Gibraltari ishte, nuk e di, ndeshje më e vdekur, se ti ndjen koment. Në komenti drekora ndjen edhe më keq. Po masletarëve nuk u luhesh tani. Po dakord. Problemi është që po t'japim Gibraltarin që shnosh sa gola. Ne mezi bëm penalltin. Dhe para Serbisë ne kishim 4 ndeshje, duke futur dhe këtë miqësor, në cilën kishim shnuar 3 gola, 2 me penallti dhe 1 autogol Letoni. Domethënë, situatë më skandaloze me shnimin e golave nuk është se kishim. Problemi është që me Serbinë në vërtet barazum 0-0, humbëm një penallti, bëm performancë shumë të mirë. Por nuk fituam. Nuk fituam, okay, po mirë, ndodh, edhe fituam. Jo, shumë mirë, okay. Dhe prapë me Serbinë u përsëritëm. Përsëritëm se ndoshta lojtarët brenda vetes e ndjejnë atë, e ndjejnë më shumë se sa Silvinho, se Silvinho mua bëri përshtypje sa u hodh shorti ra me Serbinë, si e shikon këtë me Serbinë. Është një ndeshje se gjithë të tjerat, Silvinho brazilian s'ka se ta kuptoj, çdo të thotë për neve Shqipëri-Serbi. Edhe me të drejtë, më mirë që të jetë gjak ftohtë për mendimin tim. Sa përgatit ndeshjen si ndeshje futbolli. Por lojtarët karikimin e kanë vetvetiu për tilla ndeshje. Kjo na katapulton absolutisht, por mua kjo Shqipëri më ka befasu si për mirë e Silvinhos, ashtu dhe për keq. Se ne kemi qenë gjendje të shkarkojmë 3-4 trajnera. Kemi qenë gjendje të fitojmë për herë të parë me Poloninë, për herë të parë me Çekin, s'kishim fitu. Për herë të parë me fitu me Ukrainën, s'kishim fitu. Kemi fitu me Gjeorgji, s'kishim fitu asnjëherë. Kemi bërë ca rezultate, ashtu sikur kemi bërë dhe rezultate, na mori pik Letonia, 2 ndeshjet e fundit kualifikuesave po i mban mend
u kualifiku me barazim Moldavin, po që duhet kishin fitu me Moldavin, barazu me ishët Faroe. Pra ne me këto të voglat, unë s'maj mend një herë, ndoshta me Brigeli më këtë qenë fundit që i kemi rraf edhe i kemi marrë. Edhe Anglia ka probleme më burr. Andorra në diskuton fare, lutem tash. 1-0 e mundën Andorra. Po që merr pikët o vlla, ne si marrim dot pikët me të voglat. Po mirë më me të voglat. Po mirë sepse kur edhe ne kemi qenë por sot do kishim 12 pikë, jo 11. Po pra po. Dhe do prisnim jo, në fakt, do kishim 13 pikë sot. Edhe kishim marrë punë. Edhe do kishim dhe treshën që na pret tashin në Ndorë. Do ishim 16 pikë. Pra 12 e 4 me Serbinë. Po nëse do ishte kështu siç thua ti, ne do ishim Shqipëria, do ishim Anglia. Se Anglia e mund edhe Serbinë dhe Andorrën. Po një sekondë. Ose më mirë të fitosh me Serbinë se me Andorrën. Po pra po. Se kështu si është thua ti. Andorra dhe Letonia janë nivele ti do i kesh në Nations League, ndan ato grupet. Po shikoj ato vazot se me kë mund ta bjeri. Edhe janë nivele shumë se janë niveli jon tani Stefa. Unë shoh nivel klubesh. Po pse ato nuk kanë të drejtë të shpresojnë të marrin ndonjëherë pas here pikën, ku do ta marrë pikën ai? Ai kur i vjen ti si Shqipëri. Po lojtari i Andorrës luan Andorra. Lojtari i Italisë luan vetëm Letoni. Po pra, po një herë në kaq kohë sa i merr pikë. Ne kemi në Angli, Spanjë, Amerikë, Itali. Shiko, shtjelloje pak diskutimin nga pikpamja psikofizike. Unë mendoj që po, është vërtet që ne dështojmë me këto skuadra her pas here, sepse ne kemi një mentalitet. Kemi ky brezi sot. Ne kemi një mentalitet akoma Ballkanas. Mentaliteti Ballkanas është mentalitet thojta gjys profesionist. Që do të thotë që kur shef në një që ka më poshtë se vetja thot unë këtë mund pa u futur, dhe mendoj një që është më lart impenjohet më shumë. Ky është problemi që kompleks, inferioriteti, superioriteti. Ja, me Letoninë mundin pa shkuar fare Letoninë dhe barazojmë. Me Serbinë punojmë më shumë dhe fitojmë. Se që ne pastaj të rrimtemi në nivelin e 100% profesionistit, do të thotë që ne bëjmë skuadrë e madhe. Se skuadra e madhe nga skuadra e vogël kjo e ndan, që sillet si profesionist për ditë. Skuadra më e vogël nuk sillet kështu. E futemi te këto pjesët e humorit dhe shakave? Futemi. Ky mini kuici kuqezi që kemi përgatitur nuk është kaq i parëndësishëm se vjen nga mbrapa me një histori për secilin. Pyetja e parë bën vini. Cili ka qenë trajneri shqiptar që ka marrë më shumë pikë në një eliminatore? Hans Peter Brigge. Shqiptar. Shqipëria. Pra Shqipëria, pra, dhe një shqiptar. Se Brigge ka marrë më shumë pikë në eliminatorës, ka marrë Reja më për 18. Apo edhe Reja. Reja më 12 me 18. Reja i mori gjithë pikët e plota me të voglat. 12. Mundi dhe Ungarin 2 herë dhe nuk u kualifikua. Ja tani u kujtova. Rafi Ungarin 2 herë, i mori të voglat edhe doli Polonia. Se u mund 2 herë me Polonin. Pra më mirë mund të modhen dhe barazon me të voglën. Ja, më të pikët e voglat duan për tani. Po do jesh Anglia pra të thash tani, po të jesh Anglia, s'do jesh Anglia. Tani është shqiptar që ka marrë më shumë pikë. Më shumë pikë. Ky më në vitet 80 që dolëm... Ja, ishte fitoria 2 pikë atë, nuk ishte ajo. Është pas 90-s. Po të ndihmoj Bajko apo Afizi? Bajko. Kemi histori. Bajko. Ti më pyet kaq vështirë atë na çove lart. Ç'kem tek Afizi, ç'o zoom mirë me Afizin evropian 2016-s. Profesor Afizin e kemi shumë. Profesor Afizin e kemi shumë xhan. Kompetent i madh është, por shumë xhan e kemi. Edhe kishte drejt. Në një lloj sensi kishte drejt, sepse Afizi thoshte, Debiazi ishte shumë i ngurtë, rrite gjithmonë mbrapa dhe Afizi kjo e nervozonte pak, sepse në fund humbiste, sidomos pas europianit pati një periudhë zezë. Edhe thoshte sa tiri mbrapa, po sulmo zotri, le të toçnosh golin se në fund 1-0, 2-0 do rifesh. Pse s'kishte drejt Afizi tash? Sepse Afizi thoshte që u luaj me 3 sulmues, 3-4-3 sulmues, humbja 4-3 me Gjermaninë, po humbisja. Edhe i bëra një herë, do bishim një quiz neve aty në emision europian. Thashun kam një 3 vjet, thashun nuk po e duroj dot më këtë Avizin. Shumë mirë, pse? Po na jep mend për çdo gjë, tash vetë thash 2 fitore ka bë 4 vjet. Mirë, rolin e oponentës e bënte shumë mirë. Si ishte një ekipit kombëtar nga 96-2 mishin kishte vetëm 2 fitore zyrtare. Por emri i madh njerëz mendonin se kishte bërë namin, po 2. Kishte mundur njëri Irlandë Veriut, njëri Gjeorgjin. Ktu. Kaq. Kishte mund të Turqin, po ishte remisore. Po të kishte futbolli 85 minuta, do ishte kampion bote. Se minutë 80 e mrapa hate nga 2-3 gola gjithmonë. Edhe në kuic, e vum në kuic natën, edhe e vum sa fitore ka, ishim në studio të gjithë, po bënim gallat. Sa fitore ka arritur Asita Afisi në drejtimin e kombëtarëve shqiptarë? Në ndeshje zyrtare, dhe alternativat ishin 2, 4, 8. 8 gjithë. Jo, shtypi ka thënë Çaushi, shtypi, edhe ishin ortak. 8. Edhe tha sa ke fituar i tha. S'kthej të përgjigje. Po ja pas zyrtare, hamori ta kaçë se jemi këtu. 8 ta kaçë, kaç 2 ka fituar ky tash, ka 3 vjet apo 2 ka fituar i tha. 2 fitore kemo i tha. Po jo po ishte 97, ajo po futbolli, fakt kishte drejt pjesëri. Kishte drejt. Pyetja e dytë, Alban Xhani, ka luajtur Shqipëria ndonjëherë në Talin të Estonisë? Dhe sa ka dalë ndeshja? Ka luajtur në nëntor të vitit 2009
2010. Në një stadium 2009. Kur kam studuar në 2009 apo 2010? Në 2009, tetor 2009, Nëntor, në Tallinn, edhe ka qenë një barazim 0-0. Po pse po ta bëjmë ty këtë pyetje? Shumë i shpifur si I shpifur ka qenë. Por ka qenë një nga ato udhëtimet ku ka patur shumë gazetarë sportiv, me të cilëve kam qenë unë, Gjergji, Gjan Albani, Lerti Zeiri, Se ka qenë Lerti? Po. Serdi më ndar ke Lerti. Shako Hoxha më duket apo jo? Ka qenë më Shako. Është komentuar ndeshja në Tiranë, Po, kur rrinte pa ardhur ai komentoi ku dushte ai shkoi në Beograd, nuk shkoi dot në Skomat. Si ta, kisha bileta pas vajte, ishte bukur shumë. Edhe në Tallinn, kemi qenë me Stefan, kemi qenë shumë. Në Tallinn kemi dalë darkë ditë neve, nuk e thash kot unë Bani dhe Glendi, ne të tre dolëm. Po, në tre. Dolëm edhe po rria unë me një dy goca bjonde estoneze. E ke parasysh edhe? Shoqja të hershme këtu. Jo më shoqja jo aty. Priti. Çfarë kishte atje? Pa lidhje me Ballkanin, fare. S'ka lidhje me Ballkanin. Dhe në moment pse Bani me Glendin, ose po bënin muhabet me ato Hollywood e kishte emrin klubi. Klub Hollywood. Shumë ishte, bravo. Se ky kishte shkuar një ditë përpara dhe ky kishte zbuluar. Ne ky ishte një ditë përpara, ne erdhim më mbrapa. Po ky e dinte kishte këtu do shkonim. I thashun çunave dalim dhe ikim atje se këta zakonisht shkonin nëpër, e ke parasysh ishte ajo moda atë që shkonin nëpër kështu si bari kazinosh. Ishte moshë më e madhe, hajde më i thash, shkoj këtu. Edhe ato dy bjondet po rinë dhe unë po mundohesha të hyja në muhabet me to. Po i thoya Banit, puth këtë apo të puth këtë për shembull, nëse do të u puthën me njëra tjetrën ato dhe vetëm rinë shikonin. Zgjidhen dilemën direkte. Edhe rinë shikonin. Po priça. Atje vinim ka bërë përshtypje. Je dakord me Po. Një detaj tjetër. Dhe ja ku bë dhe kjo lidhje këtij podcasti me komunitetin LGBT ka zgjedhë. Jo, mos ishin LGBT ato. Dy gjëra kishte. Ato e bën me na shuneve. Dy gjëra përveç se ndeshja dolim plan dytë se ishte ndeshja njësore, luante portieris Lihiti, ndeshje kushte ka qenë apo jo? Kushte. Nga ishte fundi i një epoke shumë gri, për mos të nxezë. Po, kushte ishte. Jo, s'kishte faj kushte shketi, po ishte. Nuk e di, ajo 2010, 2012 derisa e Beaz ishte të marrë. Ajo e para. E dytën ta them unë pastaj, po e para në të barin që pam kishte një lloj demokracie që nuk konceptoi për mentalitetin ballkanas që kemi ne. Ishte një çift i ulur tavolinë, ai djali u çuar, nuk e di ku shkoi, në tualet apo. Dhe një djalë tjetër që çohet edhe shkon po i bënte muhabet sa i gocës në tavolinë. Po demokraci ishte kjo. Tani. Te kishte koncept demokraci thash. Unë tani thash, çuna bëuni gati të mbrohemi tani se do vi ky nga banja edhe do plasi sherrri. Jo vetëm që s'do të thësë, ky rinte në këmbë derisa u çua ky që kishte ardhi kishte zënë vendin. U çua wow. Ora, me këto të dy ishte bukur shumë po të them, tash ne po bëjmë strategji. Dhe tjetra pastaj moda veshjet që kishin atë kohë, kur shohim fotot e Tallinit, jemi, domethënë, nuk e di, ku i gjenim ato rroba, ai skandaloze. Ka pasur atë ka qenë një mod që bëjshin ca fotograf ca foto dhe ishin nëpër ca linqe, dhe nëpër klabe, dilshin nëpër internet, nëpër ca blogime. Shkoi ti për shembull në një klub. Ishte njëri bënte ca foto aty dhe bëni një si tip albumi dhe idhshin. Gjysma çifteve në Tiranë shumë ndan atëherë, se ishin foto nëpër Temel Xhikfori. Doti Tallini e kishte këtë strategjin. Vim Tiranë, shkoi ditë gazetë universitare, se kaluar shumë bukur. Çon mesazh Albani, kemi dalë në internet. Ku po i dalë? Në stoni Hollywood. Ishin ato të bjonde dhe thashtë, në Facebooku nuk u morën se u të fare. Ato i mërshë Facebooku në gjoja. Cila ka qenë ndeshja e parë kombëtare e Selban në Elbasan Arena? Kujdes. Ndeshja e parë në Elbasan Arena. Prish. Në fundi ka qenë me Gjergjin një herë, në këtë që kemi mbyllur, me Gjergjin 2-2, Bradoj Cikalleshin në fund. Bë protest difos atë. Unë mbyll aty fare, se kishim kaq kohë që thoshim, e fundit e mban më, se ka qenë Qemal Stafa e fundit e fundit e fundit. Qemal Stafa? Po, e fundit. Ka qenë një ditë në Ndori e vitit 2013, mos gaboj apo 14. Jo, më çon në gabim. Qemal Stafa është mbyll në 14 ose 13. Jo, burrë ke gabim po të them fare. Jo, nuk u mbyll Qemal Stafa aty. U mbyll Qemal Stafa për ekimin kombëtar. Për kombëtarën Për kombëtarën pra, se Qemal Stafa është mbyll me një ndeshje play-offi kategorisë 2 në qershor të 2016-s. Fundit ka qenë nga 0-2, 2-2, Basha dhe Cikalleshin. Kombëtarja, që për minutë fundit Cikalleshi. Po stadiumi është finale, u bë finale e kupës. Ka qenë nga një ftohtë 2015. Kemi ngrirë aty. Janar 2015, shkurt 2015. Shkurt pra 2015, sa mund. Në nëntor shkum në Armeni, e mbyllëm në Armeni, o nëntor 2014, o shkurt 2015. Është nëntor dhe pik, marroj, ta them unë. Se nëntor ke kemi mbyllë në edicionin në Armeni. Ishte Elbasani. Po pra Elbasani. Elbasani do ta lidh tani me vitin
14, tani ose me Se s'ta kam bërë këtë pyetjen. me Francën miqësore, Jo, për Francë është 2015. është 2015. Ti ka marrë mend Aikosi. Aikos bërë reklam. Jo, s'bë reklam, po jam qeflik. Po që bërë reklam. Ka që punoni sida, apo punoni sida? Jo, nuk punoj sida. Ka janë 3 vjet. Jo, dukari, disa shumë deshi. Olla, ku i kena bërë emisionin? Tarac. Po. Kam qenë unë ti? Ylli Aga. Ylli... Qa një që ka qenë në fush? Qerdi Dirama, Brigol Berishës. Misore ka qenë më ndihmon që. Ka qenë misore. Në nëntor të 2015-ës, Qemal Stafa ishte degradu. Dhe Rama takon Dukën, 31 dhjetor. Kanë ngrënë drejt tek Sofra e Riut. Dhe kanë thënë do të bëjmë stadium. Unë burro do të bëjmë stadium se nuk bën më ky stadiumi. Shumë i ka thënë Rama ta bëjmë këtë stadiumin nga e para. Po si t'ja bëjmë derisa të gjejmë këtë firmën, do bëjmë stadiumin e Elbasanit. Rinovojmë të Elbasanit. Rinovojmë të Elbasanit. Si kishte shkuar me një kurt njeriu. Bëjmë Elbasanin dhe bëjmë Elbasanin adapt për këto 3-4 vite sa të bëhet e riu. Dhe ndërkohë nisim punime që të bëjmë vetë Shkodrës. Dhe nisim bërë punime, jo Shkodrën se tha pasi me Serbin, tetore lajmëroi Shkodrën, se kishte plan. Shkodrën e bëri nga euforia pasi ndodhi droni sa tani do bëj dhe Shkodrën, tha Rama. Dhe nuk e bëjmë dot i thoshte për 6 muaj. Nuk e bëjmë dot, se nga janari deri në tetor nuk ka shans. Jo që u bë, po u bëj der stadiumi e Elbasanit. Me tribun fantastike fush dhe ndeshja e parë. Shkalla të bën nga fillimi fare beton. Komplet, u shkatru, u bën nga e para dhe ai tribuna i qëndrore shumë funksionale, shumë e mirë. Dhe pa ata kishin ruar një ndeshje se unë harrova tash. Me Kalamaj me Trind, që erdhi Rama bëri gol, Shqipëria me Trind, një ditë para Danimarkës. Po Danimarka ka qenë neshja parë zyrtare. 1-1, Lenjani ka bërë gol. Po. Dhe neve fituam në Portugali 1-0, pas 4 ditësh kishim emision. Po ku ta bëjmë emisionin tani se? Në tribunat s'kishte ato kushte që ti të... Jo, kishte një mur, dhe më nuk është si këtu në etër që këtu është fasad xhami komplet që ti të shikojë fushën. Kishte atë bordurën që ajo nga ana vizive për regjizorin edhe për gjithë ata që shohin të pengonte. Nga fusha. Dhe sa juan po mbulesa tribunës kishte ato trarët e mëdhenj. Nga sipër nuk duken nga poshtë. Po janë ata që e mbajnë, dhe janë shumë të thella ato trarët. Po ti je inxhinier ka konstruksionit, janë të rëndësishëm sepse është konsol, është e dalë. Edhe aty pastaj krijuam një bazament. Kemi bërë emision Tarac. Një bazament. Studion Tarac. Krijuam një, ushtrua dhe me ato. Kemi bërë rooftop që atëherë. Një rooftop fix, një rooftop shumë i bukur. Njerëzit që shikonin nuk e kuptonin, thonë, çka kanë bërë këta? S'kuptohesh se ishte gjithë stadiumi poshtë. Vetëm ishte rreziku që ti të kishe vap një herë para punës. Edhe ndeshja me Serbin, për shembull, e kam bërë në shi. Ndeshja me Serbin e kam bërë në shi. Ka qenë një shi, po, mund ta gjej biles tu, ma kujtohet në tetor. Kishim një problem tjetër në atë ditë që thotë Vino, se Ylli Aga është shumë i shnosh. Edhe për ty për Tarac kishte ca shkallë, se nuk kishte, edhe unë ja hoqja shkallën, ty tha shqip të shitesh, ku ty pju unë bërë bosta. Pa me që ja hoqja shkallën. Ja, nuk e di, do shoh ashtu se e kishte pa mundur dhe për të ulur. Këto janë. Shiko se rinë si filmi Këshilltarët. Po, në Tarac është ajo fikse. Po, këtu, fakti, këtu stolat janë. Po, që u hodhën që i pushkatuan edhe. Ja ku jam dhe unë këtu. Nuk uleshin dot sepse karrika ishte lagur. Dhe rrini gjithkohës, biles tu kemi hequr edhe çadrat, se ishte pjesa më e madhe ishte me çadra. Por që ishte diçka ja, po të shohësh, shikoja me çadra. Nuk e di a dallohet. E mbaj mend atë ndeshjen me Serbinë. Ose ndeshja me Francën miqësore, për shkakun ka qenë një tmerr i vërtet, mund të qenë 40 gradë. Qershor, 22 qershor, tmerr. Ti vajta fare. Ti do të shkurtëra, se ti do rush atë imazhin tënd, do dalësh me s'kam vajt fare ditë. Më shumë mesazh ta mjes ku je për punë, thash mos çaj goma makinës. Me xhaketë, këmishë dhe kollare i mbyllur deri këtu, ajo ka qenë nuk e di. Merr bëri gol kaçë. Mami që thoya ka goma makinës sa zgjat ja foto. Ka qenë ndërblus i mirë. Tani fillojmë me rrethit e tretë, pyetja e tretë. To pra të treja pra këto. Trajneri, Talini edhe kjo. Tani kemi 10 orë 10, vini, vit 10 orë 10. Vini ka përgatitur to. Janë disa kështu opsione. Ndoshta të vështira, por ne kemi bërë për dënë ca përgjigje. Që publiku me zi po pret të dëgjoj. Cinizu. Mos ta bëni sikletë. Këtë zgjidhje, Klan apo Top Channel? Klan gjithë jetën ka qenë dashuria ime e parë. Biles Klani është krijuar para Top Channelit. Dashuria me Klanin nisi në janar, në 3 janar të vitit 2002. Ishte periudha kur u shkputa nga Shijak TV-ja
për të shkuar te klani, sepse ishte po fillonte po ndryshonte era, nuk po vidheshin më ndeshjet, fillojnë drejta televizive. Gjithë përpara 99, 2000, 2001, gjithë vidhin. Fut sinjalin nga streami, nga telepjuja që kanë qenë këto kanalet, pay TV të ataj kohë dhe gjithë transmetonin gjithë kampionatet. Madje ka qenë e bukur një histori për të mos devijuar klanin, e thashë. Klani patjetër. Në top s'kam pas. Futi tretën se po vazhdojmë kështu na ka pozitja. Okej, se rregullojmë edhe Ledja. Këtë të bëndëm, dhe emisione, qëtë deri 1 natës, vetëm mami im na shifte deri në ator. 12 do ta mbishëm, çiki, është vërtet. Është xheloz, klasi vetë. Klan pra, vendosëm, pyetja 2, digital apo Tibo? Digital është dashuria, jo Tibo, Oversporti. Oversporti pa. Për eksperiencën shkurtër kam bërë gjëra që si kam bërë në digital. Kurse në digital kam kalu, domethënë kemi themelu kur i thon muhabetit Supersportin, digitalin, eksperjenca pafund, por në Oversport jam bjerë shumë mirë sepse në 2 vite kam bërë sa eksperjenca që si kisha bërë kurrë. Ato eksperjencat buzëfushës një herë që unë mendoj çdo televizion që ka drejtën televizive duhet ta provoj të paktën 10 ndeshje, sepse është një pikë në oqean kosto krahasuar me drejtën televizive që ti merr. Jam dakord që ti je nga fusha, bësh emision nga fusha. Unë po mundohem ta bëj të TV klani tani, ta sjell këtë afrimitetin, edhe po bëjnë të tjerët si puna klani tani, jo se s'është bërë përpara, po përpara ka pas vetëm lidhje, po që të zbrisje me emision nuk është se ka lidhje direkte kemi pasur. Ja, vetëm lidhje. Ajo e ndjen aty. Të vjen ai lojtari që të flet, të prek, të bën, është atë duan njerëzit. Emocion në vetë. Shako apo Ylli Aga? Tani te kolegët mos më vej siklet sepse janë ato, Shako ka lënë, kështu që po flasim për të shkuar. Disi, po sa lidhje ka, sa lidhje. Si komentator mo? Po të dy, secili shumë i mirë në stilin e vet. Le tha Ylli Aga. Secili shumë i mirë në stilin e vet. Si janë zgjoja të Shako. Po jo mos është puna Shako, Ylli, Glendi. Bresmja, zëri i Resmës për shembull është unikal, është ai që sa e dëgjon është Resmja. Sporti ka pas zëri më të pastër. E kuptuam. Vetëm Stefan s'bën si komentator. Jo, kush ta që të I e komentova volejboll, kisha shtyp atë të Ofin. Gjap. Shiko, ato na kanë shkruajti mami mesazh, ore ke jordha. Si e të fol fare. Dhe këta legjenat ishte komenti im i parë. Këta thanë mos u mërzit, ne do ulemi tani, do dikim ty 2 orë për të mbajtur shnimet ato. Pa 5 minuta ikën për drek, si ishte orar dreke. Sport Express apo Sporti Shqiptar? Sport Expressi ka qenë para më mbrapa Sportit Shqiptar. Fillimisht Sporti Shqiptar, pastaj Sport Expressi. Jo, se ishte më atraktiv, më i bukur edhe si dizajn, pastaj rrite më shumë Sport Expressi i madh. Jo se ishte Jo më ishte Fatmiri para me. Ka qenë Fatmiri, pastaj Gjergji, po Gjergji solli çik të frymën më modernin çik për. Po ka me hope sepse kapi një kul dhe pastaj ku shumë mo? Sport Express. Sport Expressi po ndryshoi administrimin? Mirë, po para se ndryshonte administrimi. Ishte administrimi ndryshoi kur kishte filluar rënë. Ja ta them unë, Sporti Shqiptar, Panorama bleu se këta duhet nuk din çka ndodh brenda dhe gjykojnë çka ndodh përjashtë. Nga jashtë. Sport Expressi ishte një problem. Sport Expressi ishte një sipërmarrje private, e cila ishte totalisht me vetë financim. Pronari, 2 pronarë kishte, aksionerët po themi, nuk jepshin asnjë lek. Pra, duhet sa lek të bëje të fitoje. E u mundu Fatmiri të administrohet ca kohë. Admiri më shumë nga ana administrative, unë më shumë nga ana contentit, krijuese. Fatmiri shkret merrej vetë me çdo gjë. Me shpërndarjen, me shitësit, me gjërat, me të gjitha dhe ishte pamundur ta çojë në një nivel tjetër. Liçi duheshin para për investime për shembull. Se okay, me 10 lekë të rrogave, duheshin para për investime. Ishte pamundur. Ishte edhe Shekulli, ishte edhe Panorama. Shekulli dhe Panorama, kot Shekullzima, Irfan Sega, ju se mbelliu. Ata ishin politikë, komplet politikë, ndërtonin, bënin. Fatmiri shkret, nuk do të me ditë pronari fare. Pra ditë pronari, thoshe, më jep dhe në i lek fund vitit. Më dhe në i 5%. Dhe, e pa në këtë këndvështrim, dhe ne rinim mes. Pra, midis sportit panoramës, okej, konkuronin më shumë me një cilësi, me shkrime, me gjona, me lajme, edhe një moment që Shekulli po falimentonte. Dhe Irfani i bleu gjithë linjën e menaxhimit dhe shpërshkronjës Koçës. Praktikisht Panorama bleu Shekullin, se ajo ishte më rëndësishme, dhe u bë shumë e fuqishme. Dhe në qoftë se gazeta Sport Express shkonte në Vlorë në orën 6, Panorama shkonte në orën 4.
Kishte rastur kur Gazeta Sport e Shpesh shkonte më shpejt në Vlorë se në Fier, se vide rrugës. Kjo është e vërtetë se Ndryshonte era, edhe ligjin e natyrës. Kërkoja Sport Express dhe nuk kishte. Edhe madje edhe nervozohesha me thoja, "Ore ti nxirrni." Ore mbate poshtë Gazeta si burr. Mbaroi herë thotë në panoramën. Pra, dhe ne ishte pamundur mos shkonin poshtë edhe pastaj u transformuam. Ke pat fillimet, ke pat kulmin dhe pastaj ajo, po ishte një periudhë që ishte shumë lart. Vefa TV apo Shiak TV? Vefa është dashuri e parë, punova vetëm 3 muaj. Ishte televizion që do kishte shumë potencial, sepse pash investimi që ishte bërë, ka qenë te Godina ku është njëjtë me placën ku është Torre Drini tani. Okej. Kishin marrë një kat në atë Godinë. Edhe emra Petrit Ruka, ka qenë ky Kiço Fotjalli i Ndjeri, ka jepte lajmet, ka qenë nga që shikonin lajmet dikur përpara. Ka qenë Valbona Kurti, gazetare, dhe ca të tjerë, nuk i mbajmë mend, plus gjithë teknika, kryesisht ata të RTS-s që shkonin dhe ndërtonin, punonin, bënin 2 punë, praktikisht. Ajo filloi diku në 96-ën, edhe Sa më shumë, është 500.000 lekë? 96, 97. Apo ja, 500 Ja, shumë. s'ka marrë lek fare. Kot sa për kështu po Ja, shkova fillova, ishte nuk doja lekë, vetëm që jam aty, se është fillimi fare. Sa e Edhe huaj. unë kam punuar janar. Ky mentalitet tani. O direktor, Uria te dera të shës që kur vite buletini. janar 98 fillova unë tamam, Jo, me komente. 96. Ose Jo, 97. unë. Janar 98 deri në mars 98 kur u mbyll Vefa. Po Vefa është mbyllur që 97 në burr. Po jo, ke gabim. Vazhdoi dhe mbrapa në Vefa është piramidave? mbyll 2 vite më mbrapa të gjithë tjerave. Vefa është mbyll 98-ën. Okej, ndoshta. Shkurt mars, diçka e tillë. Edhe ndeshja e parë kam komentuar në janar të 98-të ka qenë Roma-Lazio, Lazio-Roma, Lazio Eriksonit, Roma-Zemrit, super skuadër, 4-1 fitoi Lazio. Spektakolare, ka qenë 3-3 ka super dalë në shekthimit. Edhe ajo është e parë. Shiaku pastaj ishte tjetër eksperiencë sepse aty fillova dhe të paguash, atë merja pagën e parë në 99-ën. Unë të punosh. Në 99. Me Veli Radën fillova me basketbollin për i të vërtetës, duke qenë se jam marrë me basketboll dhe njihja shumë mirë lojën e basketbollit. Atje kishte raste për shkakun që komentoja edhe 4 ndeshje në ditë. Me honorare isha, domethënë kisha. Futu Greko për Miko. Ka qenë, jo, Vej s'kishte kufi. kopër Miko. Ja, kuptim. S'ka pas kushte, komentoj mbi pultin e transmetimit. Vije një tripod aty një mikrofon të vogël dhe i pal kufi që dëgjoj ambientin ose gjuhën që Pasioni kryesisht madh. italiane. E dëgjoj vetëm komentosh Shumë katër pasioni neshe. madh. Do të hash. Ka qenë shumë e bukur njëherë një histori e mishmapa. Ishte momentet koha e arte e Lennox Lewisit dhe Mike Tysonit, edhe kam dhënë një herë deri në 5 mëngjesit prisja ndesjen e boksit. Edhe po sa ishin 19 vjeç, 20 vjeç, edhe kisha mbështet kokën te kjo, edhe do të kisha dremiti çik gjumi. Pa e diat ndjesin. Ngre kokën, shoh, a dhe ishin sa i tha, filloni raundin e parë. Përshëndetje miq. Përshëndetje. Edhe do ti, e bukur ishte marrë që në raundin e parë. E di, shpëtove. Po jo për ç'është pëtova, rrof që ndonjë gjithë natën për 3 minuta punë, 3 minuta punë, marrë fitoi Mike Tysoni. Kjo puna e gjumit atëherë, se s'kishte atëherë kështu celular, s'kishte celular fare. S'kishte fare. Mua më ka ndodhur 2 herë kjo gjëja, 3 herë. Ka ndodhur 3 herë dhe të 3 herët janë më shumë. E para, më kishte zënë gjumi ditën që ka vdek që ka vrarë Katanin, te La Piovra. Okej. Po, kishte zënë gjumi dhe u mërzita shumë. Sepse kisha pa gjithë atë dhe ka vrarë me 60 edhe kur shkova të nesër në shkollë. Po është debati 58 plumba, 60 plumba, Katani është shumë famshëm. Tirana është mbajtur Afër një spitali. Në Tiranë është mbajtur një muaj zi. Nuk ka mbajtur Katani. E si nuk e zura asnjë plumbë te koka e po mërzita shumë valla, që më kishte zënë gjumi dhe u zëm atë orë si nuk më zgjuat te kjo S'kishte ku ti shikoje më? S'kishte ku ti shikoje më, jalla, nuk e kishe më atë imazh. E dyta, të USA 94 më zitën herë gjumi nga ora 1, kishte tani nga ora 1. Ora 1. Dhe e fundit, nga zoni e gjumi kur do bë Schumacheri me Hakinen, do bësh nga ora 4, 5 ata, turova deri nga ora 3, se atëherë na zite gjumi, tani rrim pa gjumë. Tani os gjoj, o flevon, os gjoj sherët. Varet, Gjergji, varet. Te Vefa jemi. Jepi, vino. Tirana apo Partizani? Shiko, se unë se kam mbyll akoma me komentin. Kështu që kur ta mbyll me komentin do them Tirana apo Partizan. Me gjithë e di që i tifosi Partizani. Kushta? Okej. Tani unë jam me gjyshja ime është nga ta fajt, është lagje Tiranësish. Daja i babait time që na gjitha faj e këngëtar i famshëm. Lagje Tiranësish, ke Siri Kodra kanë ato shtëpi të Moshën vjetra. tatë se tifoz fare xhanën po kish më bëhet kat. Ja, unë s'jam tifoz me thënë drejtën, nuk është se. Milan apo Inter? Derbin e fundit kisha bindë fiton të Tirana. Milan e për Inter. Bayern. Okej. Real apo Barça? Bëj ti këto. Për madhështin, nuk ka klub më të madh se Real Madridit, po për emocionet që më ka dhënë Barça e kohëve të Mesit, Iniestës në komentim, zot çfarë qepi ka qenë ta komentoje, argëtoheshe,
shikoj gjëra të bukura Barça, them. Te kjo pjesa këtu e them, Barça. Kolin apo Gjanin? Kolin apo Sokolgjani? Po pra. Kolin. Kolin. Me Sokolgjani do isha zi. Do ishe zi me Sokolin pse? Pas punë jam i çik. Koli është vllai Albanit, është komentator. Stefan thot, nuk e di si rri Koli me ty thot, në shtëpi thot, se më punë jetë. Ne i marrë vesh mirë të dy për shumë, nuk kena pazosh. Jam çik tolerantu. Pita e fundit është Isida apo Isidën? Isida apo Isidën, se opsion tjetër s'ka. Isidën gjithë jetën. Isidën gjithë jetën. Kënaqësi e përjetshme. Okej, dhe e fundit fare është një mendim për veten. Edhe do ta mbyllim. Një mendim për veten në çfarë sensi në Çfarë dush? Çfarë mendon për veten tënde? Ndoshta personalisht mendoj që në këto vite mendoj që do të isha pak më shumë kërkues. E kam të tepruar tolerancën, jam shumë tolerant, më shumë se ç'duhet. Edhe në këtë periudhë ku bota shumë e egër, normalisht që duhet të kesh një vetëvlerësi më të madh për veten tënde, për ta nëse shfrytëzon, u jam dakord shoqëri, po kur vjen puna pastaj tek pjesa e biznesit, kur tjerët fitojnë para, edhe duan të kenë ty, këtu tek pjesa e kërkesës duhet të jesh më i egër apo më kërkues. Edhe ndonjëherë të marrin për të mirëqenë dhe kam përshtypjen që nuk është problem vetëm me mua kjo, po është edhe për pjesën tjetër. Kur të merr për të mirëqenë, nuk është se më vjen shumë mirë, sepse është kjo pjesa që ta shfrytëzon atë. Edhe sot jemi në një botë ku shfrytëzohet mirësia. Ndonjëherë respektohen ata që janë më tegër, ata që janë më fatkeqësisht po. Ti je i mirë sot, nuk është vlerë. Vlerat janë sa kë ke në Instagram. E vërtet është. Nuk e di, kjo më bën përshtypje. Pastaj pjesa tjetër jam munduar të jem shumë korrekt, sidomos në familje. Mendoj që është vlerë e madhe të kesh një familje, të kesh një objektiv për të rritur fëmijët, për t'i çuar sa më lart. Me mira s'ka fund, po pa diskutim. Po prapë them një herë shëndeti Shëndeti sepse kur kalon në siklet kështu shëndetësor, edhe atëherë kupton atje kupton që çdo gjë s'ka si lloj vlere. Ashtu është. Kjo është më shumë. Nuk e di Stefa çfarë pret, po si përgjigje. Jo, më këto ide çfarë pret publiku, më unë se për mua ti nuk je. Mbyllja më melankolike që kemi pas. Jo, po do të edhe koha. Koha. Ta mori më i bukur në botë. E ka qarë. Kishte një detaj që nuk e kemi kuptuar, e ka qarë, patjetër. E ka qarë. 1001 budalli që ka pas, po atë e ka qarë. Ja ka qenë shumë histori e bukur edhe. Atë ka qarë se asnjëri nuk e kuptoi. Jo. Se ky tha, asuna se i se kuptuam. Çfarë ishte ky flamuri tha? Po nuk e kuptuam, u kuptuam mbrapa, nesër është kuptuar. Unë transmetim thoshte ngeli bonde me një vesh që kjo do ishte. Kam qenë emisión studio. Po. Se historia e emisionit për ta mbyllur ka qenë që unë kisha 3 të ftuar, edhe kur ndodhi kjo, Stori filloi duke hap goja se ishte çik moshë e madhe. Ata s'është vesh kjo punë. Edhe fut Stefan parin, fut Elertin dytin edhe Prodani tretin. Unë gjeta deri në 4. Se ka qenë Starova, Mema dhe edhe Afizi. U dorëzuan ata nga ora 12. Ata u dorëzuan. Shkruajti mesazh, luaj Lali ta hajde në studio se lutem hajde. 4:30 se kena mbyllur emisionin. Do thonë hoqja 3 futa 3. Kam ndruar komplet panelin. Shaku i tha, "Çau flamuri tha, ishte flamuri më i bukur në botë." Edhe një detaj në momentin e golit. Se nuk e thashë. Ja, se besoj. Thash. Nota edhe ka nota 10. Në momentin e bërit golit, nuk e kam parë të Shqiponjë që ka bërë. Edhe po të shikoj komentin, se kolegu Alin Sadiku hodhi 3 golat me koment. Kjo bërë shuti Shqiponjën? Jo, Rej. Nuk e pej që bëri golin, bëri Shqiponjën. Edhe po shikoj, hodhi Alin Sadiku e ka komentuar në televizor. Kurse ne ishim bësh gol Serbia, mos bësh gol, mos bësh Shqiponjën. Do të jesh i pandjeshëm fare. Jo, po shikoja që edhe nuk harron, nuk kemi parë se u çunde njerëzit në këmbë. Jo, harron ai ta bëj, po se për atë që e bëri, harron ndonjëherë ta bësh. Po jo, ne kemi qenë, në goli ndodhi atje. Njerëzit u çuan në këmbë, plusi kur bëhet gol. Po djali Vučićit ishte aty poshtë ka dalë. Po ka qenë djali Vučićit. Që kishte zbrit pakinë? Nuk e di zbritja apo jo. Po që ishte. Edhe unë, edhe Ylli se kemi parë që ka bërë Shqiponja, se kemi përmend në koment. Kurse Arlindi për shkakun në Kosovë që ka parë te ekran, ai ka thënë Shqiponja që Për këtë detaj, aq sa avantazh ti fusha kur je, aq edhe ndonjëherë janë ca këto pjesët e Mirë, e mbyllim. Albani është kënaqësi e veçantë për mua. Për ne të dy gjithashtu. Kënaqësia që jemi. Kemi përsëri dhe këto janë podcaste shumë që ndoshta thua edhe më shumë nga ç'mendon, del atyre jashtë për te kronizave, del në rooftop. Prandaj kemi një sukses të papar, 0 lekë kemi bërë.